ta stopojmë sot, mos dëgjojmë as propozimin. Të dëgjojmë thjesht propozimin, nuk do ta mbyllim, nuk do t'ju ftoj tani e dëgjuam, paraqisni raportet, përcaktojnë relatorin, t'ia çojmë seancës. Jo, nuk do të jetë ky skenari. Kështu që ju lutem, një bon sens vetëm për kaq duhet ta gjejmë. Pikërisht që domethënë ky jetë siç e thatë ju, nëse unë fjalën bon sens besoj mund fare mirë ti përqasim edhe termin reflektim. Janë rregullat përbashkëta, ju keni reflektuar, qoftë do duhet ta përkufizoja në këtë mënyrë. Ato që sapo thatë që keni bërë dhe ju ca propozime tuaj, keni grumbulluar siç thatë dhe të mendime nga deputetë të grupeve të tjera parlamentare që të dalim në një gjë të pjekur, të reflektuar. Tash në të gjithë të reflektimin që duhet të bëjmë. Përse duhet të fillojmë sot me urgjencë në një kohë kur ka ndodhur, mos bëjmë sikur s'ka ndodhur gjë, është gjë e rëndë. Gjykata kushtetuese, këtë tavolinë kolegësh të nderuar e ka gjetur në shkeljet kushtetutës duke i propozuar seancës një veprim antikushtetues i paralajmëruar në seancë. Është verifikuar kjo dhe ne bëjmë sikur gjëja nuk ka ndodhur. Fillojmë edhe një herë nga e para dhe, siç u thash, kjo nuk është as pak reflektive në jetën institucionale të një institucioni, të gjejë në shkeljet kushtetutës. Gjykata kushtetuese nuk mund të ketë gjë më të rëndë. Dhe kjo nuk është as pak reflektive. Ajo që ju themi, pikërisht se nuk ka një urgjencë madhe, nuk është domosdoshmëria. Është pse të mos presim në këtë akt reflektimi, bashkëpunimi, bon sensi siç thatë ju. Të presim dhe ato që është kryesorja. Argumentimin e gjykatës kushtetuese që të mos bijem në po do ta presim Orniko, po ti më thua sot, ti ke urgjencë, dëgjojmë sot. Pse do të dëgjojmë sot dhe jo nesër? Pse jo mbas një javë? Pse jo mbas edhe një herë me çësë eri dhe zoti Bylik Bashi ta dëgjoj sot, nuk ju po juftoj që të fillojmë dhe të mbarojmë, pra të ezaurojmë projekt propozimet e ardhura nga një grup deputetësh. Sot po juftoj të dëgjojmë të propozime dhe mos prekim çështjet që janë objekt i vendimit gjykatës kushtetuese, të japim kohën e nevojshme, jo vetëm çështjeve të gjykatës kushtetuese me të cilat nuk mund të merremi dot për dy arsye. E para nuk është zbardhur vendimi, e dyta nuk ka kaluar, duhet kalojnë në Këshillin e Legjislacionit. Po edhe çështjet të cilat nuk kanë prerje me këtë proces, të mos i ezaurojmë sot, të dëgjojmë vetëm prezantimin sot, mblidhemi në një seancë tjetër dhe çështjet që janë objekt të shqyrtimit gjykatës kushtetuese, po ja them edhe një herë, nuk do trajtohen as me urgjencë dhe as pa dal vendimi i gjykatës kushtetuese apo pa kaluar në Këshillin e Legjislacionit. Ky është propozimi. Kjo është e mesme e përpjeshme, besoj. Zoti Çomo, kishte diçka? Po, faleminderit kryetar. Unë do të sjell në vëmendje pak analogjinë. Nëse themi marrim për analogjia çështjen e kaluar ku kërkua pritja e vendimit gjykatës kushtetuese, kërkues aty ishte prokuroria e posaçme dhe u lejua ta paraqiste kërkesën. Më pas po u paraqit kërkesa dhe pastaj u vazhdua. Në rastin konkret ne po e ndalojmë kërkuesin të paraqesë kërkesë për më tepër që zoti Balla u shpreh që nuk konvergon propozimi vet me vendimin e gjykatës kushtetuese. Kështu që ne le ta dëgjojmë dhe pastaj fillojmë procesin dhe pastaj nëse është e nevojshme të japim kohën e nevojshme. Faleminderit. Zonja Hoti. Në fakt, zoti kryetar, ju thoni që ta vazhdojmë, por siç duhet ta dini dhe ndoshta t'ju shpjegoj Taulanti, sepse kushtetuta për ju është Taulanti, ndërsa për ne është kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, dhe nuk mund të lejojmë që në këtë mbledhje të shkelet kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, sepse shqyrtimi dhe miratimi i këtyre ndryshimeve cënon nenin 132 të kushtetutës, që sankcionon se vendimet e gjykatës kushtetuese janë përfundimtare dhe detyrueshme për zbatim. Dhe në rastin e zonjës Belinda Balluku, u shtye pafund mbledhja e Këshillit duke pritur vendimin e gjykatës kushtetuese. Po sot çfarë ndodh? Apo kur ju i intereson e citoni dhe përdorni vendimet e gjykatës kushtetuese dhe kushtetutën, sa herë ju vlen? Në fakt është fatkeqësi që kjo mazhorancë vazhdon dhe e trajton Parlamentin dhe Kuvendin e Shqipërisë si një institucion një-partjak, ku vendimet nuk diktohen nga përgjegjësia kushtetuese dhe drejtat ligjore, por nga forca e kartonave, dhe kjo është e treta herë radhazi
brenda se më pak 3 vitesh që kjo mazhorancë propozon ndryshime të njëanshme në rregulloren e kuvendit. Dhe në fakt e dim fare qartë se arsyet se pse ndodh është për t'i kufizuar kohën opozitës, siç e keni bërë dhe ja u hodhi poshtë gjykata kushtetuese dhe ndryshimet e njëanshme të vitit 2023, që ishin për masat disiplinore të deputetëve, duke kthyer përjashtimin e deputetëve të opozitës të një mjet politik për të heshtur opozitën. Ndaj ne themi që të presim zbardhjen e vendimit të gjykatës kushtetuese dhe ta zbatojmë dhe ta respektojmë Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Faleminderit. Shumë faleminderit zonja Hoti. Së pari për vlerësime personale s'është ky vendi. Ne kemi një kod që na bashkon, që do të respektojmë, që është kodi i sjelljes, kodi i etikës. Unë nuk e vë fare ndryshim që ju duhet ta njihni shumë mirë Kushtetutën dhe jeni ekspertë e Kushtetutës. E besoj këtë gjë. Nuk kam pse u paragjykoj, por ju lutem mos paragjykoni edhe njohjen time modeste për Kushtetutën. Faleminderit. Kalojmë te propozimi. Po, faleminderit kryetar. Po tash ka dhe një respekt, vini gjyqësor me vonesë, tani rrim po patjetër. Po jo, më zhdon fjala kryetar. Kam dhënë fjalën. Po më zhdon fjalën Po jo, Pasi kisha do dhënë flasim fjalën. dhe keni folur. Tani të lutem nuk merret me forcë fjala. Kryetar, Tani s'merret. në dhjetor 2025 Kuvendi miratoi ndryshimin në ligjin për rolin e kuvendit në procesin e integrimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian. I kam dhënë fjalën pra s'mund ta ndërpres Ku fjalën. thelbi i ndryshimeve ishte parashikimi i procedurës së përshpejtuar për shqyrtimin dhe miratimin e ligjeve që synojnë për afrimin e legjislacionit dhe përmbushjen e kritereve detyrimeve të anëtarësimit. Gjatë më pak se 6 muajve të parë të kësaj legjislature, po më gjithë kemi punë, se vetëm ti ke punë këtu më. Po çfarë? Po ta mbaroj unë edhe thuje. Po do ta them, do të them unë dhe thuash. Çfarë do na thush në gjë nga Zoti? Po jo fare, s'ka fare fare. Kem pas i gjeti për procedurë. Hajde më shumë. Po pra tjetër. Jo, nuk është ndërprer fjala. Kështu që të njëjtën gjë duhet ta respektoni edhe kolegët e tjerë. Nuk i ndërpritet fjala kolegut. E ka marrë diku. Nuk e kërkoi përpara. Të flas dhe merr pra fjalën, merr kohën që do. Merr gjithë kohën që të duhet. Merr gjithë kohën që të duhet, lutem. Dakor. Shumë faleminderit për fyerjen. Tani në vijim të procedurës kuvend po mirë kur folët ju si ndërprem. Se doni të prishim mbledhjen. Jemi të dënuar ta dëgjojmë njëri tjetrin. S'është atë mund mos na pëlqej. Kur dikush e ka marrë fjalën, duhet ta respektojmë. Ah, okay, dakor. Natyrisht do ta marr fjalën zoti Bylykbashi, me që jo do ta marr me radhë. Do ta marr fjalën dhe do marr gjithë kohën e nevojshme. Do ta marr. Por fjala nuk i ndërpritet një kolegu për t'ia dhënë dikujt tjetër. Edhe për procedurë minimalisht përfundon një koleg dhe merr fjalën di kolegu tjetër. Askush nuk u ndërprej. Unë nuk ndërpreva as zonjën Hoti kur tha në shkeljet e etikës, tha fjalë që nuk thuan. Gjithsesi e lash të mbaroj sepse do ta respektojmë njëri tjetrin.